Pra bashkë, ndërkaq tani është koha që të bashkë bisedoj me të ftuarën time të radhës. Me mua këtu afër është politikania Imrane Morina, gjithashtu edhe profesoresha, do të flasim për shumë gjëra bashkë. Do të kthehemi mbrapa pa kohë për të kuptuar rrugtimin e Imranës, por edhe do të ndalemi pikërisht tek përfshirja e grave në politikë në vendin tonë. Imrane, mirë se erdhë, është kënaqësi të kem këtu. Mirë se u gjeta, gjithmonë është kënaqësi të përgjigjem ftesës së shtëpisë së madhe mediale të TV1. Faleminderit shumë, kënaqësi t'ju kemi përsëri në emisionin 410, gjithsesi do të kemi pak mbrapa në kohë, ndoshta edhe për të kuptuar për përzgjedhjen që keni bërë për studimet e juaja dhe ndoshta arsyen për të futur pikërisht në politikë. Arsyeja sigurisht që është e natyrshme ne të cilët jetojmë në një periudhë tranzicioni vazhdimisht, më them se gjeneratat e tona ishin gjenerata tranzicioni dhe mos futja në politikë është shumë e denatyrshme, pra shumë natyrshëm vjen futja në politikë. Edhe pse unë kam kaluar nga mjekësia në politikë, por gjithsesi aty më së shumti kam pa pjesën e jo barazisë sociale. Ndoshta ka qenë ajo shtysja më e madhe e cila na ka futur këtu. Pika tjetër është edhe ajo që unë me qenë se jam vajzë nga Shkupi dhe kemi jetuar atje tërë kohën si kemi pas problem barazinë sociale, etnike, në baza etnike, çfarëdo baze tjetër. Sigurisht që tërkohën jemi marrë edhe me projekte dhe si fëmijë të cilat e kanë ndihmuar, domethënë bashkëjetesën tonë në bazë të gjitha etniteteve. Apo e kanë luftuar. Ka qenë e rëndë për të kaluar në politikë, domethënë jo pa barazia sociale na ka futur më do mos në politikë. Shumë e natyrshme. Keni arritur sadopak që të bëni diferencën, po themi, ndër vite? Ndoshta ende nuk e kam pasur hapësirën e duhur që unë të ndikoj drejt për drejt në krijimin e diferencave shoqërore dhe uljen e atij pragut të pabarazisë, por prapse prap lufta ime vazhdon gjatë gjithë kohës që të ndikoj. Në përgjithësi, cilat kanë qenë sfidat e këtij rrugtimi? E përmendet që keni kaluar nga mjekësia në politikë dhe që duhet të ketë qenë vendim i vështirë padyshim. Nuk e mendoj si tillë, duke e parë edhe që shumë mjekë edhe pasi që kanë përfunduar mjekësinë, janë pjesë e politikës, janë pjesë e politikës shumë më shumë. Atëherë mendoj që unë më herët pak i kam pa gjërat, e shoh veten si një vizionare. Shpesh edhe në shaka e sipër me shumë kolegë të cilët edhe kanë përfunduar këtë rrugtim, dhe unë mendoj që jam më vizionare se ju, se më herët e ktheva rrugën nga duhet të bërë ndryshimi. Po nuk e di, ndoshta është ajo e duhura cila na duhet. Duhet të edukohemi në politikë, jo vetëm të hyjmë aksidentalisht. Mendoj që kam bërë hapin e duhur. Mendon se janë të edukuar mjaftueshëm politikanët të cilët vetë se i kemi në krye të shtetit? Tani nuk po flas vetëm për Kosovën, po flas edhe Maqedoninë e Veriut. Po unë flas gjithmonë. Juve ju kemi midis të dyjave. Po jam person rajonal, nuk jam një person lokalist. Kështu që po gjithmonë e kam atë drejtën e krahasimit që të dyja vendeve. Po nuk mund të them që jemi shumë të edukuar politikisht. Mendoj që shumica e politikanëve tanë aksidentalisht janë në politikë, nuk e kanë atë edukimin e duhur dhe prandaj edhe na mungojnë edhe politikat racionale, të cilat bazohen në racionalitet, në dije, në vendime dhe në vizion. Dhe shpesh aksidentalisht i bëjmë edhe zgjidhjet edhe të politikave tona. Dhe jemi aty ku jemi. Edhe jemi aty ku jemi. Si është politikën në Kosovë? Tashmë e po bëhen gati, ndoshta 2 vite, viti 2, që po futemi dhe ende nuk është se... Në një krizë të thellë politike. Jemi në një krizë të thellë politike, pikërisht. Po, nuk shoh ndonjë progres. Vazhdimisht e shoh. Sa mendon se jemi në këtë krizë politike fillimisht? Se tash futur politikës, por gjithsesi kam kurrështe ta dëgjoj mendimin tuaj. Po realisht jemi për shkak që nuk jemi duke ofruar askush një zgjidhje. Domethënë të gjitha palët janë në xhum. Sillemi në një rreth vicioz e cila nuk na jep asnjë zgjidhje. Kemi një sistem edhe të atill e cila nuk bën zgjidhje, asnjë mundësi të daljes prej kësaj situate nuk e shoh realisht. Dhe mendoj që edhe zgjedhjet e reja do të na sjellin prapë në situatat e njëjta dhe mendoj që është shumë problematike dhe duhet të lëshohet pe, jo mos të lëshohet pe. Po duke parë nga aspekti politik që tolerancën e bën gjithmonë shumica. Atëherë kush e konsideron veten që është pjesa më e madhe duhet me bërë hapin e tolerancës dhe e kompromisit. Pse mendon se s'po bëhet? Pse mendoj që e kanë keq kuptuar mazhorancën edhe shumicën. Mendoj që duhet të shohim pe mazhoranca dhe shumica, sepse nëse tolerojmë pjesë të vogla, atëherë ajo nuk është tolerancë, është shtypje.
Gjithkohë toleranca shkon në bazamentin e asaj shumicës. Patjetër. Përfshirjen e grave në politikë, dhe jo vetëm për Kosovë, po e përsëris prap, po e përmendim paksa edhe me qenë se edhe në Maqedoninë e Veriut, jo vetëm gratë, por edhe shqiptarën përgjithësi, nuk është se e kanë vendin që ishin dashur ta kenë. Realisht në Kosovë gratë kanë hapësira shumë më të mira sa ne në Maqedoni, sepse ne kemi edhe pika tjera të cilat ndonjëherë janë më parimore, më vinë të parat në shprehje, siç janë problemet etnike, kombësia. Kur i zgjedhim ato probleme, tek pastaj vjen puna gjinore, tek ne si gra shqiptare, e pastaj futet dikush ndoshta edhe qysh janë bo ato tavolinat dhe bisedimet e tavolinave që mos të humbet edhe kohë. Por në Kosovë mendoj që keni hapësirë shumë më të madhe për angazhim më të madh të grave. Realisht jam shumë e kënaqur marr pjesë në të gjitha organizimet që bëhen për gratë në Kosovë dhe mendoj që ka arritur ai niveli më i madh i grave, ndërgjegjësimit të grave rreth politikave publike. Jam e kënaqur realisht. Mendoj që jeni më të ndërgjegjësuar. Atje mendoj jo që nuk na mungon ndërgjegjësimi, kemi gra shumë të fuqishme, gra shumë të forta, në shumë të rasteve kemi edhe gra më të forta se burrat, këto duhet me pranu shumë publikisht, por thash çështjet etnike, kombësia shumë shpesh na tangon ne si gra dhe duhet ta lëshojmë rrugën me atë parimin e mëmësisë që e lëshon rrugën e përparimit të tjerëve. Çfarë sfidash keni hasur ju personalisht në involvimin tuaj në politikë? Realisht, unë jam ftuar me marr pjesë në politikë, por edhe kum pranu me shumë vullnet, sepse e thash që tërkohën kam qenë e kyçur si në arsim se në shëndetësi dhe kjo më ka bë mi pa parazit qytetare ose sociale në vit të parë, të frontit. Dhe patjetër e kum pranu një kërkesë tillë, gjithmonë e pranoj, sepse dua që të jem ajo e cila është në tavolinë, jo në meny. Dush me bo dallimin, a don të jesh në tavolinë apo je në meny. Ose përdoresh, ose vendos për fatin tënd. Dhe nuk e shoh veten si dikush që duhet të jetë vetëm në sistem, po duhet ta shoh veten si një segment i cili do ta bëjë një ndryshim në sistem. Mendon se të është dhënë ftesa dhe nuk është se të është dhënë mundësia që të zhvillohesh ashtu siç ke dashur ti? Si mendoni? Të është dhënë mundësia, të është bërë ftesa, po nuk të është dhënë mundësia duhur për të zhvilluar pikërisht, ashtu edhe siç i bëhet edhe shumë grave, të cilat për me përmbush kuotën, me fjalë të tjera. Mendoj që po. Keq që kemi kuptuar kuotën, por kuota jo që ka pas vetëm atë pozicionin negativ, ka bërë edhe shumë punë pozitive, sepse për ta edukuar një shoqëri njëherë duhet mi bindë që është patjetër ashtu. E pastaj ato e pranojnë më me lehtësi kur i tregojnë dhe rezultatin. Kur e shohin që gratë janë shumë më të zonja. Po fatkeqësisht ne kemi edhe situatat e tilla ku i shohim që gratë edhe luftohen edhe më skeqti kur janë shumë të zonja. Dhe mendoj që ka një impakt krejt lufta në Kosovë që bëhet. E patëm të fundit një detaj që shumë gra ndoshta dhe i stip nga pjesëmarrja në politikë, sidomos kur e shohin një grua kaq të fortë e cila ka ato sfida. Mendoj që një grua e re që do të kyç në politikë do të ketë një impakt tek këto gratë e reja që do të futen. I mendon meshkujt apo politikanët përgjithësi që janë të intimiduar nga gjinia femrore? Po, kanë frikë. Mendoj që nuk janë të mësuar ta shohin një grua mbi veten. Nuk janë të mësuar ta shohin veten nën hijen e grave dhe gratë edhe në Maqedoni, por sidomos në Kosovë, mendoj që janë treguar shumë të fuqishme. Edhe po e mbysëndojnë çdo kunskenën. Jam shumë e kënaqur. Po e tregojnë veten e ndoshta pikërisht për shkak të këtyre paragjykimeve, për shkak të këtyre mospranimeve nga gjinia e kundërt, ndoshta po punojnë shumë më shumë. Po na ka bë më të forta. Na ka përgatitur për çdo sfidë. Prandaj. Jemi të gatshme me çdo sfidë më përballu shumë më lehtë se sa ata që e kanë pasur shumë lehtë hyrjen edhe fitimin e çdo pozicioni të cilën. Të mërzit kjo situatë në të cilën gruaja, femra në përgjithësi gjendet në politikë? Natyrisht që po. Edhe ne do ta kishim dashur ta kemi më të natyrshëm hyrjen, shumë më të lehtë depërtimin, pse jo, meritokracia të vjen në vendin e vet. Ne edhe në rastet kur meritokracia është në vend, prap nuk vim në shprehje ashtu siç duhet. Domethënë mendosh shumë, duhet ta tregosh veten shumë më shumë se burrat. Nëse i shohim edhe statistikat, shumë gra kemi me shkollim shumë më të lartë se sa burrat. Domethënë dhe kjo është realisht ajo që
edhe të brengos ndonjëherë, por asnjëherë nuk na step. Mendoj që veç po na bojnë më të forta. E vërtet, e vërtet. Secili politikan pak a shumë ka një qëllim kur futet në politikë, qoftë për të ndryshuar politikat të brendshme të ndonjë institucioni, ligje apo diçka e tillë. Juve në cilën sferë do doje të kyçesha apo të bëje diferencën sapo të merrje ndonjë pozitë në politikë? Po duke pas parasysh që tërkohen jam me gratë dhe me rinin, studentët janë fuqia që s'më lënë të ndalem asnjëherë. Mendoj që këto dy pika do të jenë bazamenti im kryesor ku do të fokusohem, që duhet të bëjnë ndryshime. Sa më shumë të kyçen të rinjt, po edhe të shohin që nuk është i rëndë kyçja dhe munden me dhënë ndikim. Ndërgjegjësimi të rive i popullatës në përgjithësi do të na kishte dhënë një rezultat shumë më të mirë politik dhe një impakt në gjithë shoqërinë. Mendoj që ndërgjegjësimi na mungon, kultura politike është shumë e ulët. Nuk e shohim politikën si diçka racionale, po e shohim diçka si zgjedhje aktuale vetëm të momentit. Nuk kemi politika shumë afatgjate, vetëm të momentit. Dhe kjo prandaj duhet të ndikojë tek të rinjtë dhe gratë, që ndërgjegjësimi i tyre të jetë shumë i madh dhe të futën politikën me vendije, me dije dhe me përgatitje. Përfshirja e të rinjve, unë personalisht e konsideroj pak si të domosdoshme. Sidomos në këto krizat e thella politike në të cilat gjendemi. Mendoj që i duhet një frymë e re politikës, jo vetëm në Kosovë, po besoj edhe në rajon. Po, patjetër që po kjo frymë e re nuk nënkupton vetëm fytyra të reja edhe në vite. Por ndoshta edhe të reja në përdorim politik, sepse jemi lodh me fytyrat e njëjta, do të thonë vinë me kërkesën për ndryshime dhe pastaj stagnojnë dhe ngelen vetë bëhen fytyra të vjetra. Kështu që mendoj që duhet me ndryshu mentaliteti ynë, ndërgjegjja ime politike dhe zhvillimi i kulturës tonë politike për lëshimin e vendit të njerëzve të cilët nuk e kanë provuar veten. Duhet me pa fryma të reja vazhdimisht. Jo vetëm rinia, sepse rinia sigurisht ka vizionin e saj, por nuk e ka përgatitjen, por ne duhet të lëshojmë rrugë pak të shohim edhe fryma të reja. Patjetër. Më herët e diskutuam se sa janë të edukuar politikanët në këtë rast, sa është edukuar masa, populli politikisht. Mendoj që kemi masën e edukuar, por jo të edukuar politikisht. Nuk e kuptojmë politikën në mënyrë racionale. Prandaj mendoj edhe e bëj një punë shumë vullnetare, gati se tërkohën jam shumë aktive në për faqet e mia të cilat të rrjeteve sociale, ku mundohem pak a shumë të jap drejtim se si ata duhet ta shohin politikën dhe cilat janë segmentet të cilat e dallojnë një politikë të mirë dhe një politikë të keqe. Se nuk është vetëm populizmi edhe fjalët bosh të cilët duhet të na udhëheqin tërkohën. Domethënë mendoj që duhet të shohim gjërat të cilat janë shumë bazament i fortë për shoqërinë. Fjalët janë ata të cilët sillen para mbrapa, por asnjëherë nuk na japin rezultat të mirë, ashtu edhe siç janë duke mos na dhënë në kohën e fundit. A të diskutojmë pak këtë involvimin tuaj në arsim dhe normalisht lidhshmërinë që ka me politikën? Natyrisht, domethënë ajo e cila unë jam tani më e quaj vete një ekspert të politikës, shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, sigurisht që më bën ta shoh politikën në mënyrën më racionale të mundur, nëpërmjet analizave, fakteve dhe argumenteve, jo vetëm të asaj që ka folet dhe zërit të zbrast, por të fakteve dhe argumenteve të cilat po zhvillohen, sepse asnjë analizë nuk mund të zhvillohet vetëm me fjalë, por edhe me argumente, edhe me gjëra dhe me fakte. Prandaj kjo e ka ndihmuar rrugëtimin tim që t'jem sa më e qartë dhe ta di se çfarë dua nga politika. Shpesh më hasin debatet me qytetarë, mundohem t'i shpjegoj shumë gjëra dhe e di cila është përgjigjja, më thonë se ju nuk e njihni politikën. E dim pse, sepse hendeku mes qytetarëve dhe neve, aq pak punohet në ndërgjegjësimin e qytetarëve, saqë ata nuk janë më të gatshëm ta kuptojnë se çfarë realisht është politika. Politika nuk është mashtrim. Politika është një plan program për disa vite të ardhshme ose për një periudhë më të gjatë kohore për ndryshimin e qytetarëve të cilët vetë se ta ka dhënë besimin për t'i përfaqësuar. Pra kërkohet punë konkrete, plan program afatgjatë për disa vite çfarë do të ndodhë me vendin, jo vetëm fjalë, entuziazëm dhe ato e kanë kuptuar që politika është diçka e zëshme, që nuk bën shumë punë, por të mashtron, të manipulon, të çon në një vend edhe pse nuk e mendon. Ne kemi shumë raste tani në shoqëri që shumë shpejt ndryshon
mendimi i qytetarëve, ndoshta për 1 dhe 2 ditë, një person i mirë bëhet një person i keq. Pse? Sepse kaq pak e kemi edhe të ulët ndërgjegjen dhe kulturën politike, saqë ne bëjmë çfarë na thojnë, jo çfarë shohim. Dhe nuk e ndjekim politikat e tona apo zhvillohen ashtu siç i duam, apo vetëm po shkojnë në kahjen siç duan ata. Konformisti, patjetër. Kjo. Po mirë, më intereson shumë të di, a kemi politikanë të suksesshëm në rajon? Po e cek rajon, me qenë se. Po disa kanë fatin që të kenë sukseset, sepse ne jemi shtetin e zhvillimit sipër. Dhe më do e mos dikuj do t'i takonte të kenë sukseset. Por jo që thashë edhe më herët, ndoshta i kam pas përgatitjet e duhura për t'i arrit. Por dikuj i takojnë sukseset gjatë rrugës. Fati, me dije, pa dije, me ndihma, me ku e di unë, ndoshta faktori ndërkombëtar, faktori i këtushëm. Po të paktën unë bëj apel që të paktën këshilltarët t'i marrin persona të cilat janë adekuat. Jo vetëm të plotësohen ato vende. Shoh këshilltarë edhe tani kanë mendoj që kanë edhe deputetet në Kosovë, po? Edhe ato këshilltarë duhet me qenë fytyra shumë kompetente, të cilët e njohin mirë ligjvënien, edhe nuk guxojnë të jenë njerëz vetëm pse i ke shok. Po, apo gjithashtu edhe këshilltarët nëpër kabinetet e ndryshme, ndash ministrore, ndash të tjera sektore ose institucione. Do të thënë, nuk guxojnë të jenë në bazamentin e asaj që njihen, por në bazamentin e profesionalizmit. Çfarë mendon se të ka penguar më saktësisht zhvillimi tënd në politikë? Nuk e di, nuk besoj. Rruga për askënd s'është e lehtë, edhe çka më ka penguar. Arritjet e mia dhe dëshirat e mia, ambicjet e mia nuk janë tulta. Dhe për atë arsye, ndoshta ndonjëherë arsyetoj vetveten, them që do të arrij, por kjo është një rrugë e gjatë. Mendoj që kjo është ambicjet. Po, ambicjet e mia dhe standardet e mia nuk janë të ulta, sepse edhe përgatitjet i kam të mbi kualifikuara, nuk i kam të pakta, prandaj dhe rruga është më e gjatë. Dhe isha rrugës një ditë duke ecur dhe më pyet dikush, ishim duke kalu rreth një xhamie dhe thirr ezani, them, po pse, ku e di unë, nuk e ke pozicionin e duhur edhe çka. Thash, shife, do ta jap një shembull shumë konkret. Ne që të dy do të hyjmë në xhami, mirë po unë e kam për ta thirr ezanin, duhet të hyj lart, ndoshta në minare, ndërsa ti ke për të fal. Kështu që ti i pari arrin, por unë e kam më vështirë të arrit deri lart, kështu që edhe rrugtimi jon, qoftë në karrierë, qoftë në shkollë, qoftë në përgatitje, sigurisht si mbas të ambicjeve merr edhe kohë më shumë, merr edhe rrugë më shumë, edhe mund më shumë. Edhe nuk është e lehtë, kjo është rrugë me brilla. Nuk politika, sidomos politika dhe sidomos për femrat, e sidomos për gratë mbuluara, është edhe një sfidë plus që është shumë e rëndë për të arritur. Nuk është edhe shumë e lehtë. Shumë vështirë ata e kuptojnë një grua të mbuluar që merret me politikë. Shumë vështirë. Hyn edhe kjo tek lista e pengesave, apo thjesht ndoshta te paragjykimet që kanë, dhe jo vetëm në politikë, se mund të kenë në çfarëdo lloj profesioni tani, sidomos kur vihet në fokus çështja e fesë. Po, patjetër. Shumë vihet edhe atë. Në Kosovë mos të flas, nuk guxojnë të jenë 2 gra të mbuluara në njëjtin subjekt, të cilat do të jenë brenda. Nuk guxojnë. E thua nuk guxojnë, apo nuk pranohen. Nuk guxojnë, nuk pranohen, ndoshta kanë frikën që do të ketë reagime, ku e di unë, ka shumë faktor, por asnjëherë nuk janë, edhe ju e dini shumë mirë që nuk janë. Pse mendon se është kjo situatë? Po, Kosova është një shtet i ri, edhe ndihmën më të madhe ka pas ndoshta nga faktori ndërkombëtar, edhe frika për të dukur që je një vend, për të asociuar më shumë feja se sa kombi, gjithmonë duke ngritur elementin kombëtar, që edhe ne jemi shumë të vetëdijshëm që duhet ta ngrisim elementin kombëtar, dhe këto janë shumë faktorë të cilët na çojnë neve në këto pengesa. Të pengon kjo situatë, të mërzit ky fakt? Po më mërzit. Kjo në fund të ditës është zgjedhje personale që s'ka të bëjë dhe s'duhet bëj as pak me profesionin. Po realisht më mërzit, sepse gjithë kjo përgatitje has në një pengesë të cilën edhe ty s'di si ta zgjedhësh. Realisht jeti për të mirën e do të bësh diçka për shoqërinë, por e ke një pengesë e cila do ta dëmton shoqërinë ndoshta. Dhe ti vihesh në një situatë të rrezikut të dyfisht. Shumë shpesh ti shkon me hapa mbrapa vetëm që vendi shkoj përpara. Prandaj habitem me këto politikanët sot që asnjë hap nuk e bëjnë për ta liruar hapësirën, për të dhënë pak fluks, ndërsa ne tërkohën gratë bëjmë hapa mbrapa që shkojnë proceset përpara. Kjo është. Fatkeqësisht. Po mirë, si do doja ta shije politikë bërjen në rajon?
Më fleksibile. Më pranuese. Më pranuese, po. Nuk ka nevojë të paragjykojmë. Le të shohim njerëzit se çfarë kanë për të thënë. Tek e fundja edhe kjo pjesa e qytetarëve të cilët kanë më shumë qasje do ta quaj, edhe pse nuk është kjo ajo që ata mendojnë. Kjo është ata si na perceptojnë neve, po edhe problemet e tyre duhet të kemi më direkte, të përfaqësuara. Nuk mendoj që vetëm një grua mund ta përfaqësoj krejt faktorin fetar. Ta quaj në parlament, sidomos mbas numrimit të fundit të cila e tregon Kosovën me një 94% musliman. Do të thënë, është shumë kontradikt kjo të përfaqësohet vetëm me një grua të mbuluar, ndërkohë në një shtet e cila deklarohet që është me një shumicë shumë të madhe muslimane. Po. Vetëm ku dëshiron ta shohësh për një afat, po themi ndoshta 5 apo 10 vite në vazhdim? Dhe cili do doje të ishte kontributi yt? Shpresoj ta shoh veten në vendimarrje aty ku duhet, në tavolinë, ku zërim do të ketë impakt, jo vetëm dekor. Ky është qëllimi im, edhe lufta ime nuk përfundon. Realisht unë jam rajonal, në aspektin rajonal jam aktive, kam kërkesa në të dy anët, por do ta pranoj atë e cila më jep realisht vendin tim në tavolinë. Jo pse unë më pëlqejnë pozicionet, sepse shpesh e kam thënë, më shumë se sa që jam ngrit, nuk mund të ngrihem. Kur të mbërrish me një pikë kur je lart, vetëm mund të shkosh poshtë, mos s'ke ku shkoj më lart. Por realisht në krita pozicionet që i kam unë tani, nuk munden me dhënë një kontribut shumë real tek qytetarët. Domethënë, pa më dhënë pak pushtetin në duar, unë nuk mundem me bë asgjë për qytetarët të cilët vetë se shohin diçka tek unë. Prandaj do ta kisha dashur ta shoh veten. Do të kisha dashur të jenë pak më fleksibil. Ju bëj thirrje të jenë më fleksibil, sepse shamia neve nuk na mbulon kokën brenda. Mendoj që në gjatë gjithë rrugtimit tim kam qenë ekselente. Dhe kjo nuk guxon të na tangoj neve që ti kemi pozicionet e duhura në pushtetet e tona të cilat jetojmë dhe kontribuojmë, si qytetar, si nana, si familjar, si profesor dhe në gjitha mënyrat. Jemi të minutat e fundit, Imrane, faleminderit për gjitha këto që ndajte me ne, të uroj shëndet dhe suksese fillimisht, dhe keq për fund do doja ta përmbyllim së bashku ndoshta me një porosi nga ju. Porosia ime është për të gjithë të rritë dhe për gratë sidomos, që mos të ndalen dhe mos të stepen, sepse të gjitha sulmet nuk kanë të bëjnë gjithmonë me fuqinë e tyre, por me frigën se ne jemi më të fortë. Prandaj i inkurajoj që ata mos të ndalen dhe të luftojnë, dhe unë jam e hapur për çdo kënd për ndihmë. Dhe nuk shoh diçka që duhet t'i step ata që të më kërkojnë ndihmë çfarë do ndihmë që t'i duhet. Kënaqësi që të pata këtu. Ju faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Miq të dashur,